Në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, dëshmoi sot ish-ministri i Mbrojtjes Gazmend Oketa në kuadër të dosjes së njohur Partizani, ku të pandehur janë Sali Berisha dhe dhëndri i tij Amarbër Maltezi. Oketa deklaroi se Ministria e Mbrojtjes nuk kishte interes apo rol në administrimin e klubit sportiv, i cili sipas tij menaxhohej nga privatët. Ai tha se kur çështja e pronës mbërriti në ministri, procedurat për kthimin e saj ishin pothuajse të përfunduara dhe institucioni që drejtonte nuk ishte tagër për ta bllokuar procesin. Oketa shtoi se prona nuk ishte prioriteti i Ministrisë së Mbrojtjes dhe se praktika ishte trajtuar njësoj si rastet e tjera të pronave që dilnin nga përdorimi ushtarak. Ndërkohë seanca e radhës në GKK për dosjen Partizani, ku të pandehur janë Berisha e Maltezi, është caktuar të mbahet më datë 20 korrik. Në këtë seancë pritet të dëshmojnë disa figura publike të tjera, mes tyre ish-presidenti Bamir Topi, ish-ministri i Mbrojtjes Fatmir Mediu, ish-drejtori i klubit Partizani Isa Tare dhe Parolaçi. SPA ka kërkuar që të merret dëshmia e Isa Tares pavarësisht pretendimeve për gjendjen e tij shëndetësore, duke argumentuar se nuk ka akt që e shpall të paaft ligjërisht. Ndërkohë Parolaçi pritet të jap versionin e tij për akuzat publike mbi privatizimin e klubit, ndërsa hetimi vijon me dëshmi të ndryshme për rrethanat e çështjes. Ditën e sotme, në paraqitjen e tij rutinë në SPAK, kryedemokrati Sali Berisha përshëndeti dëshminë e kaluar të Ylli Pangos dhe inkurajoi atë të sotme nga Gazmend Oketa. Autoritetet italiane kanë goditur një rrjet ndërkombëtar të pastrimit parave, ku mbi 18 milionë euro të përfituara nga trafiku i drogës u shndërruan në shufra ari për të fshehur origjinën e tyre. Operacioni i zhvilluar në Itali dhe Kosovë me mbështetjen e Eurojust dhe Europol çoi në sekuestrimin e pasurive me vlerë mbi 2 milionë euro. Në qendër të hetimeve është një çift nga Kosova me banim në provincën e Alessandrias, të arrestuar më herët në Francë pasi u kapën me mbi 50 kg shufra ari të fshehura në një automjet. Sipas hetuesve, paratë e drogës mblidheshin në Francë, më pas shndërroheshin në armë me ndihmën e bizneseve në Lombardi dhe Piemonte dhe transportoheshin drejt Kosovës, Turqisë dhe Marokut për të fshehur gjurmët e aktivitetit kriminal. Një rish shqiptar i identifikuar si Gent Maksutaj është vrarë me armëzjarri në Suedin në një ngjarje që dyshohet se lidhet me përplasje mes grupeve kriminale. Sipas mediave dhe familjarëve të viktimës, ai mund të ketë qenë kalimtar i rastit dhe është qelluar gabimisht gjatë një shkëmbimi zjarri. Ngjarja ndodhi rreth orës 21 të mbrëmjes së djeshme, ndërsa policia u njoftua për të shtëna dhe mbriti menjëherë në vend ngjarje. Autoritetet suedeze kanë nisur hetimet dhe kanë ndaluar një 18 vjeçar të dyshuar në lidhje me rastin. Familja ka reaguar me dhimbje të madhe për humbje, ndërsa ende po pritet zbardhja e plotë rrethanave dhe detajeve të ngjarjes së rëndë. Numri i azilkërkuesve në Shqipëri u rrit gjatë vitit 2025 duke arritur në 144 aplikime, 40 më shumë se një vit më parë. Sipas shifrave të Instat, më shumë se 1/3 e tyre vinin nga Egjipti, pasuar nga shtetas afgan dhe palestinez. Fluksi më i madh u regjistrua në muajt gusht tetor, duke treguar një përqendrim sezonal të kërkesave për azil. Raporti tregon gjithashtu se 495 persona fituan shtetësinë shqiptare, ku shumica e rasteve ishin rifitime, ndërsa 173 persona hoqën dorë nga shtetësia. Mbi gjysma e atyre që morën shtetësinë ishin nga Kosova, të ndjekur nga turqit. Në Heraklion të Kretës, një 55 vjeçare dyshohet se është torturuar dhe dhunuar rënd nga një 42 vjeçare në një banesë, në një rast që ka tronditur autoritetet greke. Sipas policisë, e dyshuara e ka goditur në mënyrë të përsëritur viktimën, e ka kërcënuar dhe dyshohet se e ka filmuar dhunën me telefon. Në pajisjen e saj janë gjetur të paktën 11 video që dokumentojnë episodet e abuzimit, përfshirë rrahje të rënda dhe akte poshtrimi. Viktima arriti të shpëtojë vetëm pasi autoria kishte rënë në gjumë. Në lidhje me rastin është përfshirë edhe një 60 vjeçar pronar i banesës, i cili është arrestuar për qëndrim të paligjshëm. Hetimet po vijojnë për të zbardhur plotësisht motivet dhe rrethanat e ngjarjes. Agjencia e mbikëqyrjes policore ka nisur hetime ndaj zinxhirit komandues të Komisariatit të Policisë Divjak në ndyshimin për shpërdorim detyre pas zbulimit të një parcele me 1426 bim kanabis sativa. Sipas hetimeve, dyshohet se strukturat policore nuk kanë kryer kontrollet e nevojshme për identifikimin e kultivimit të paligjshëm në zonë. Parcela u gjet në rezervuarin e Divjakës, në tokë shtetërore, ku sekuestruan gjithashtu sasi kanabisin, proces tharje dhe në formë boçesh. Për çështjen janë vënë në procedime dhe 3 punonjës të administratës së zonave të mbrojtura në Fier, ndërsa materialet janë referuar prokurorisë për hetime të mëtejshme. Shuhet plotësisht zjarri i madh që përfshiu fshatra Driz dhe Peshta në Fier, pasi dogji rreth 110 hektar me shkure dhe ulishte.
Policia arrestoi 20-vjeçarin Nikolin Jasso, i cili dyshohet se ndezi zjarr në tokën e babait të tij për të djegur barishtet, por flakët dolën jashtë kontrollit dhe u përhapën në disa fshatra. Për shkak të rrezikut u evakuan përkohësisht 12 familje, ndërsa nuk pati dëme në banesa apo viktima fatmirësisht. Në operacionin e shuarjes u angazhuan 4 mjete ajrore, 15 zjarr fikse, forcat policisë, forcat armatosura të bashkive si edhe vullnetar. Policia u bën apel qytetarëve të shmangin çdo veprim që mund të shkaktojë zjarrvënie duke paralajmëruar pasoja ligjore. Raporti botror i drogave 2026 i Organizatës së Kombeve të Bashkuara e rendit Shqipërinë mes vendeve kryesore të nisjes ose tranzitit të heroinës drejt Europës, bazuar në sekuestrimet e viteve 2021-2024. Sipas UNODC, ndryshimet në prodhimin global të heroinës mund të shtyjnë rrjetet kriminale të ndryshojnë rrugët e trafikimit ose të kalojnë te drogat sintetike. Raporti tregon gjithashtu se Shqipëria është ndër vendet ku sekuestrimet e kokainës u dyfishuan ose u rritën edhe më shumë gjatë vitit 2024 krahasuar me një vit më parë. Sipas raportit, grupet kriminale kanë përshtatur mënyrat e transportit duke përdorur porte të reja dhe ngarkesa më të vogla, ndërsa trafiku i kokainës drejt Europës mbetet në nivele të larta. 2 persona kanë humbur jetën pas një incidenti me armëzjarre në qytetin e Offenburgut në Gjermani. Policia gjeti një burr të pajet në vend ngjarje dhe një grua të plagosur rënd, e cila ndroi jetë më vonë në spital. Pranë vendit të ngjarjes është sekuestruar një armë, ndërsa autoritetet po hetojnë për të zbardhur rrethanat, autorin dhe motivin e sulmit. Identiteti i viktimave nuk është bërë ende publik. Zona është rrethuar nga policia, por sipas autoriteteve vendase nuk ka rrezik për qytetarët, pasi ngjarja dyshohet se ka përfshirë vetëm 2 viktimat. Autoritetet franceze po hetojnë një grabitje në muzeun Lalique në verilindje të Francës, ku janë vjedhur rreth 20 bijuteri me një vlerë prej rreth 4 milion eurosh. Sipas hetimeve paraprake, autorët hynë në muze në orët e para të mëngjesit të sotëm dhe shënjestruan drejt për drejt sallën e ekspozimit. Alarmet e sigurisë u aktivizuan, por grabitësit arritën të largoheshin para ndërhyrjes policisë. Pamjet e kamerave të sigurisë janë duke u analizuar për identifikimin e tyre. Muzeu i dedikuar veprës René Lalique është mbyllur për disa ditë, ndërsa rasti ka rikthyer debatin mbi sigurinë e muzeve në Francë. Një gjykat në Turqi ka lënë në paraburgim komedianin Deniz Göktaş, i akuzuar për fyerjet presidentit Recep Tayyip Erdogan dhe të vlerave fetare. Ai u arrestua në aeroportin e Stambollit pas kthimit nga një udhëtim jashtë vendit. Hetimi lidhet me një shfaqje stand-up të mbajtur në muajin qershor, ku ai bëri referenca satirike për Erdoganin, Kuranin dhe kryebashkiakun e burgosur të Stambollit Ekrem İmamoğlu. Göktaş i ka mohuar akuzat duke thënë se shakat e tij ishin koment politik dhe jo fyerje. Shfaqja e tij është parë miliona herë në internet, ndërsa çështja ka ngjallur reagime të forta në Turqi. Rusia ka ndërmarrë një valë të re sulmesh ajrore ndaj qyteteve ukrainase në prag të samitit të NATO-s në Ankara. Mbrojtja ajrore u aktivizua në pothuajse të gjitha rajonet, ndërsa shpërthimet fuqishme u raportuan në Kiev dhe zonat përreth. Sulmet kanë shkaktuar të paktën 10 viktima dhe 10 të plagosur, si edhe dëme të mëdha në ndërtesa banimi, përfshir blloqe shumëkatëshe në lagje të ndryshme të kryeqytetit. Mira qytetarë u strehua në stacionet e metros për të mbrojtur nga bombardimet. Presidenti Zelenski paralajmëroi për sulme të tjera të mundshme, ndërsa Polonia ngriti avion luftarak në gatishmëri si mas sigurie. Një sulm i madh kibernetik ka kompromentuar llogaritë elektronike të zyrtarëve të qeverisë britanike dhe stafit të ministrisë jashtme, duke shfrytzuar një dobësi në pajisjet e sigurisë Fortinet. Sipas raportimeve janë ekspozuar adresa elektronike dhe fjalëkalime të punonjësve të ambasadave dhe institucioneve publike, ndërsa kredencialet e vjedhura po shiten në forume të palishme. Sulmi prek edhe institucione kritike si NHS-ja dhe kompanitë e energjisë, duke rritur rrezikun për sulme të tjera kibernetike. Autoritetet britanike kanë kërkuar izolimin e pajisjeve të kompromentuara dhe ndryshimin e menjëhershëm të fjalëkalimeve, ndërsa hetimet për autorët vijojnë.